të këtij Big Brotheri, por gjatë kësaj jave si do të ndikojë në nesurinë e këtij banori brenda shtëpisë, por edhe sa mbështetje do t'i jap publiku? Kjo ngjarje që ndau Gjestin e rriti në pikë, e rriti në vlerë, e rriti në pozicion, sepse ka një mbështetje të madhe mbarkombëtare. Dhuna është e papranueshme, totalisht nga çdo njeri. Unë pash edhe në syt e të gjithë spektatorëve në sallë, e të gjithë banorëve që ishin pjesë, që kanë dalë jashtë, por edhe të atyre që ishin brenda, një syt e tyre tregonin që ishin të gjithë me Gjestin. Është vlerë për këtë dhe është rritje në pikë e Gjestit. Do të ketë një rritje të jashtëzakonshme në këtë javë. E qartë, si e ke parë ndërkaq edhe Eglin si finaliste? Egli erdhi edhe Egli një rastësi si finaliste, për shkak të kësaj që ndodhi, mori një vlerë të madhe në këtë moment, pra u bashkuan. Egli si finaliste, unë mendoj se në finale duhet të jenë njerëz të cilët na sjellin vlera. Është një vajzë e cila vazhdimisht ka bërë debate të pavlefshme, pra pa përfundim, debate të papërfundueshme dhe mbi të gjitha ka këmbgulur në një dashuri e cila nuk ekziston. Është një dashuri e cila nuk ekziston dhe kur të dalë jashtë Big Brotherit, mendoj që nuk ka për të vazhduar. Kanë qenë dashuri shumë të forta edhe janë shoqëtur e jo më ajo e Eglit. Kush mendon se meritonte finalen, Ema? Është frytzuar për të ndërë më brenda. Kush mendon se meritonte finalen mes të dyve, pra mes Eglit edhe Gertës? Gerta është një vajzë krejt ndryshe nga Egli, është një vajzë me familje, me një vlerë, ne pam edhe se si u vlerësua edhe nga vjera e vetë, pra një vlerësim i jashtëzakonshëm, edhe nga familja, mbështetja e familjes, pra është krejt, janë dy pamje krejt të ndryshme. E qartë, mirë, Ema, ndërkaq sa i përket incidentit që ndodhi mes Jozit edhe Gjestit, janë zbuluar pra dhe tjera informacione shqetësuese mbi të kaluarën e Jozit jashtë kamerave. Një dosje të rënditse është zbuluar, ku ka hedhur ndërkaq edhe dritë pra mbi historikun e tij penal për dhunë ndaj femrave, shumë përpara se ai pra të bëjë pjesë e shtëpisë Big Brother. Pyetja ime është se si është e mundur që produksioni i Big Brother VIP Albania nuk ka zbuluar apo po them edhe marr parasysh pra të kaluarën penale të Josefin Markut, përpara se ai të futej në shtëpinë e Big Brother. Pra, unë e thash që në fillim, është në trondice dhe është një ulje e jashtëzakonshme e mediave në Shqipëri, se Top Channel është media lider në Shqipëri. Dhe kjo që ndodhi nuk na bën krenar, po na bën që duhet shumë punë për të zgjedhur njerëzit të cilët quhen VIP-a. Pra, si po t'jenë këta njerëz VIP-a. Pra, unë e kam thënë edhe në live të tjera edhe sa herë kam folur që një njeri i cili tallë ose bën ironi me babajnë e të dashurës së vet, bën ironi me të dashurën e vet, shumë herë njerëzit kanë qeshur, po për mua nuk është e qeshur. Pra, të ofendosh një zotri, të ofendosh babajnë e asaj që ti do, që nesër do t'jetë njeriu i familjes tënde, kjo nuk është normale. Prandaj, ai ka treguar anët e pavlerave në Big Brother, ta themi. Pra, ka treguar dikush ka qeshur edhe është bërë humor, po nuk është humor të tallësh një zotri. A duhet e të ketë një proces më të rreth verifikimi për këta konkurrent ose VIP-a ashtu si quajmë? Patjetër që duhet ketë një kontroll shumë më të rreptë, duhet dhe fjala VIP. Ne nisemi gjithmonë të ajo modeli, pra fjala VIP mbetet model për njerëzit që shikojnë. E si mund të jetë model këto veprime të shumtuara, aq më tepër edhe një më përpara po dalin edhe gjërat jashtëzakonshme, pra ka qenë një njeri i dhunshëm edhe ndaj femrave, edhe dukej edhe mënyra se si sillej me të dashurën e tij brenda Big Brotherit.
Pra, vetëm të dashur nuk mund ta quaj. Shumë herë debatet ishin shumë të degraduara, ku do bësh këtë, tregonte ca gjëra të papranueshme, se s'janë për të thënë as për televizione, nuk janë model për të thënë. Prandaj normale që veprimet janë të shumtuara. Duhet të merren masa të menjëhershme dhe njerëzit të cilët futen duhet të jenë vërtet modeli. Ema, ti je psikologe dhe di shumë mirë se si është pra gjendja e banorëve brenda asaj shtëpie të izoluar. Pyetja ime është se a përbëjnë këta persona, pra të cilët nuk kontrollohen përpara se të futen në një reality show, një rrezik edhe për banorët e tjerë? Po sigurisht. Pra, aty mund të kishte ndodhur dhe diçka edhe më tepër. Pra, ai dha një goditje, mund të kishte thyer dhe nofullën, sepse është diferenca shumë e madhe midis dy banorëve. Ai është një trup i madh dhe një trup i stërvitur, ndërsa Gjesti është jashtëzakonisht i vogël në trup, edhe shumë nuk krahasohet, i paformuar në krahasim me ta. Kështu që kemi dy ekstreme. Në anën fizike, ai është një trup i jashtëzakonshëm. Atë që e ka pozitive, ka një trup të skalitur dhe forca e tij duket nuk ka nevojë për koment, duket nga larg. Pra është jashtë mase i fuqishëm. Mund edhe ta kish goditur fort, ti kish thyer dhe nofullën. Prandaj edhe ka goditur me shpullë dhe jo me grusht, se po t'ishte me grusht, ishte normale, kish thyer nofullën dhe ëmbët. Ka goditur me shpullë. E ka menduar atë që mundet ta kishte lënë edhe të kishte sjellë pasoja shumë të mëdha se ajo që pam. Si e ke parë ndërkaq reagimin e banorëve të tjerë gjatë këtij incidenti? Të gjithë mbetën të shokuar, nuk mund të them, se askush nuk e priste atë veprim dhe ishin njerëz shokuar, mbetën pa fjalë, qoftë Laerti, qoftë Rozana, vraponte të gjente ujë, qoftë Gerta, nuk di ta them, pra është jashtë çdo lloj normale. Nuk kam fjalë të flas, nuk kam fjalë. Edhe komentet në rrjetet sociale kanë qenë shumë të forta, por ama në rrjetet sociale ne si shikojmë të bukurën, shikojmë dhe të shumtuarën. E qartë, Ema ndërkajt, kë ke parë surprizën më të madhe që ndodhi gjatë këtij prajmit fundit se i përket edhe 4 finalistëve? Po surpriza është Egli për mua, e cila doli në finale, për mendimin tim, nuk ishte për finale, aq më tepër që unë jam që një banor i cili del për jashtë dhe shikon në realitetin, nuk mund të jetë finalist, është e papranueshme. Pra ka ndenjur 10 ditë për jashtë, ka parë gjithçka dhe rifutet përsëri. Nuk është e pranueshme. Dhe nuk mundet që ky banor të jetë edhe finalist i Big Brotherit. Është e papranueshme për mua. E qartë. Mirë, Ema. Kjo është një lojë, e pe lojën nga jashtë, atëherë ç'a kuptimi ka. E qartë. Mirë, Ema, për ta përmbyllur sepse jemi në fund, kush mendon